Rreth 20.000 hektar tokë bujqësore vijojnë të mbeten pa ujë për vaditje prej më shumë se 35 vitesh në njësitë administrative Zharës dhe Luar të bashkisë Roskovec. Edhe pse zona rrethohet nga burime të rëndësishme ujore dhe aty ndodhen edhe 2 rezervuar, ai i Zharës dhe i Kurjanit, fermerët thonë se nuk kanë mundësi të vadisin kulturat e tyre bujqësore, duke u përballur çdo vit me të njëjtin problem. Vetëm në Zharës janë rreth 600 familje që jetojnë kryesisht me bujqësi. Për të siguruar ujë, një pjesë e tyre kanë hapur puse me shpenzime të konsiderueshme, ndërsa shumë të tjerë e kanë të pamundur për të përballuar kostot dhe i kanë lënë tokat djerë. Rezervori ku kishte, tash s'ka. Nëse kemë bërë ndonjë pusë aty te toka, do vadisim. Bëm, në kaq vite ne kemi zgjidhur me anë të puseve që kemi bërë, se unë kam bërë 4 dylymë sera, dhe detyrimisht ujin s'ke ku e gjen, kemi hapur një pusë atje dhe me anë të puseve. Të njëjtin problem hasin edhe fermerët e Luarit, ndonse rezervuari Kurjanit ndodhet fare pranë. Shikojmë që rezervuari është me ujë. Tani ne ju lutemi në institucioneve shtetërore kush e ka në mbikëqyrje që të vinë, të hapin portat se janë të bllokuara, edhe këtë pjesë ujë që ka ta harxojmë, të vadisin fermerët. Agronomi Erden Rama thotë se është e papranueshme të mungojë uji në një zonë me burime të shumta. Kur këtu ujin e ke me bollak, lumi Seman është ngjidhur me këto toka. Për kaq vite këtu nuk është bërë asnjë investim për këtë zonë. Që pa ujë nuk ka jetë. Nëse nuk ka ujë, edhe s'është 1 vit apo 2. Mungesa e vaditjes ka ndikuar ndjeshëm jo vetëm në rënien e prodhimit bujqësor, por edhe në shpopullimin e zonës.